Përbërësit kryesor të ajrit janë azoti 78%, oksigjeni 21%, dioksidi i karbonit 0,03%, ajri ka masë dhe në kushte standarde 1 decimetër kub ajr ose 1 litër ajr peshon një presje 293 gram. Kjo tullumbace është e mbushur me ajr. Gjithsesi është e mbushur me molekula të azotit, të oksigjenit dhe të dioksidit të karbonit. Natyrisht se ajri është një përzierje homogjene për arsye se përbërësit e tij nuk mund të shihen me sy, me thjerrës apo me mikroskop. Ajri është materie dhe nxë hapësirë. Tani këtë do ta demonstrojmë përmes eksperimenteve në vazhdim. Kemi 2 enë. Njëra është e mbushur me ujë deri te shenja, ndërsa pjesa tjetër është e mbushur natyrisht me ajër. Ndërsa në këtë enën këtu kemi një top të ping-pongit dhe pjesa tjetër natyrisht edhe këtu është e mbushur me ajër. Tani e gjithë hapësira e kësaj ene është e mbushur me ajër. Këtë do ta vërtetojmë kështu. Do ta vendosim topin e ping-pongut këtu në këtë enën me ujë dhe të tentojmë ta zhysim të poshtë. Do të shohim se topi i ping-pongut nuk do të ngritet lart për arsye se ajri e shtyn atë të poshtë, gjithsesi i bën shtypje. Pra përbërësit e ajrit, azoti, oksigjeni dhe gazrat të tjerë i bëjnë shtypje topit të ping-pongut që mos të ngritet lart për arsye se ky vëllim, gjithsesi kjo hapësirë e kësaj gote është e mbushur me ajër. Se ajri zë vëllim apo hapësirë mund ta demonstrojmë edhe me shembullin në vijim. Tani do të marrim një copë nga kjo lecka, të vendosim në këtë enën këtu dhe të provojmë ta zhysim në ujë. Do të shohim se pasi të kemi zhytur komplet enën në këtë enën me ujë, do të shohim se do të mund të nxjerrim leckën e pa lagur, pra lecka është e tharë për arsye se kjo hapësirë këtu ka qenë e mbushur me ajër dhe molekulat e ajrit e kanë shtyp ujin të poshtë dhe nuk e kanë lënë që të depërtojnë brenda. Edhe hapësira e kësaj tullumbace e brenda është e mbushur me ajër. E liruam pothuajse të gjithë ajrin dhe si duket është zemruar ajri për arsye se mbasi ta ketë patur më mirë këtu brenda, sepse mund të ndotet. Kujdes, mos e ndotni ajrin. Ajri është shëndeti juaj. Ajri i pastër është shëndet. Po, në ndikimin e temperaturës, ajri mund të bymehet dhe të tkurret. Këtë do ta vërtetojmë eksperimentalisht. Për shembull, në këtë shishe, e cila është e mbushur me ajër, do ta fusim së pari në këtë enën me ujë të nxehtë dhe pastaj në enën me ujë të ftohtë. Tani, pasi ta kemi futur në enën me ujë të nxehtë, do të shohim se ajri do të bymehet, me që rast molekulat e ajrit do të arrisin energjinë kinetike, energjinë e lëvizjes dhe kështu do të bymehet ajri duke zënë një vëllim më të madh. Dhe tani, posa të kemi futur në enën me ujë të ftohtë, do të shohim se si rezultat i zvogëlimit të energjisë kinetike të molekulave të ajrit, ai do të tkurret. Po, me që më herët thamë se ajri ka masë, pesha e tij krijon shtypjen e ajrit. Këtë do ta vërtetojmë përmes këtij eksperimentit, ku në këtë shishe kemi mbushur ujë deri te shenja, ndërsa hapësira mbi ujë është e mbushur me ajër. Tani, ajri brenda shishes ka shtypje më të vogël se sa ajri i cili ndodhet në këtë dhomë, për arsye se edhe vëllimi i dhomës është më i madh dhe kemi shumë më shumë molekula të ajrit brenda në dhomë se sa këtu në shishe. Tani, do të hapim ngadalë kapakun e shishës dhe do të shohim të përcjellëm se çka do të ndodhë. Do të filloj të rrjedh ujë për një vrim, të cilën paraprakisht e kam hapur më herët,
për të demonstruar se ajri i cili futet tani në shishe do të tentoj të barazoj shtypjen dhe si rezultat do të nxjerr ujin nga shishja. Pra, nëse tani do të tentojmë të hapim komplet kapakun e shishës, do të shohim se uji do të rrjedh shumë lirshëm për arsye se vetëm se tani janë barazuar shtypjet e ajrit në dhomë dhe shtypja që ndodhet këtu në shishe. Nëse e rikthejmë gjendjen e mëparshme duke e mbyllur kapakun e shishes, do të shohim se uji më nuk do të rrjedh. Pra, gjithashtu do të shohim se këtu tani shtypja është më e vogël se sa shtypja përjashta, shtypja atmosferike dhe si rezultat uji edhe pse ka vrimën e hapur këtu nuk do të rrjedh lirshëm për arsye se molekulat e ajrit gjithsesi shtypja e cila ushtrohet këtu do ta pengoj ujin që të rrjedh nga shishja.